Si ju duket këtë teatr tani, preç, ti si e përjeton? Ti veten teatr shpesh, apo nuk veten? Teatr s'ka, vete këtu? Shkoj, po kjo nuk është teatr, kjo Nuk është teatr, e? është komedi, kjo është teatr. Po të loj teatri, është loj teatri. Komedi, Kabareje, këto. mes komedis dhe skeqeve, për qeshur. Kabare. Por është politike, nga ana tjetër është politike dhe në fakt politika yli është edhe shfaqje. Po bisedonim që parë me Rolandin, dhe politika në fakt në fushat është shfaqje, kryesisht është shfaqje. Sepse brenda shfaqjes tretin dhe programet, se do ishte e tmerrshme që të flasim tërkohën vetëm programe. Prandaj është shfaqje, janë gjetje, ka spektakel, ka metafora, ka simbole. Rama të rrim shtrem dhe të flasim drejt, apo të mos e ham hakun, është mjeshtri kësaj. Mjeshtri kësaj, me thënë drejt, a i gjithmonë shpik ca gjëra, i herë shpiku Po të futin loj për të thuaj, po, a i shpik qëllimisht nga këto? Edhe në një fushat ka pas fushat vetëm një timon. Tërkohë, Po me atë timon. 2017. Po në 2017 ndonë të justifikon të ndarën me Ilirmetin dhe more timon. Nuk më ka lënë ky, thoshte edhe Po edhe madhe. dy duar, dy palë duar, një timon. Mund të ecim, thoshte? E gjeti atë. Kështu vazhdimisht ka tani... Darjen 2021-shin? I binte Darjes në 2021-shin? Po Darjes 2021-shin se kishte një parandjen që ishte për Darje tamam, sa ashtu ishin bolora se diq mandate, po e kotos gjedet vendore, nuk mund të shpërblesh, opozita nuk mund të shpërblej me rrugën që ndoqi. Sot, kësaj radhe, duket ka qenë kërkim, dhe nuk i ka dalë, si me thënë, pjesa, që të ndërtoj i gjë kështu të vazhdueshme me Saliun. Nështë edhe s'ka dasht. Pavarësisht se ka kriju Bufit. Këtë metaforën e bufit, ka dhe humor brenda, po nga herë dhe s'duhet të pru shumë. Tani, do zbresim të kjo pjesë. Po jemi këtu të... Luli. Shiko, Luli e ka në favor këtë gjë. Jo këtë pamje se do zbresim më vonë, thamë. Dhe ndiqet programi dhe jepen pamjet që duen. Unë mendoj kështu që e filloj Rama dhe pyetja që mund bëhet në çdo studio që kujt i intereson kjo, në fakt duhet të marrë përgjigje një pyetje që kush e filloi për të shkuar tek përgjigja mundësisht e saktë. Dhe këtë më duket se e filloi Rama, e ka filluar pak ai kështu pak për diversion. Në bashkën, po. Për opozitën përgjithësi, pak për humor, më thënë. Po mos valle duan të dy palët preqa, po? Mos valle ju duhet, sidomos edhe Lulit mund t'i duhet më shumë kjo? Shiko, Luli ka përfitu, për unë thash pak më parë që Rama që e nisi, duke se ajtë donë të nëzirë të ca përfitime për vete, që edhe për t'i dhënë skeqit ti. Derisa ju li nisi emisionin me këtë gjën, do të thotë që e ka fitu Nuk ka rëndësi loj personazhit. A i po që e prezent në të gjithë veprën, a i është personazh kryesor. Basha ka pas edhe rrezikun me e marrë seriozisht edhe me mju përgjigjme në një mënyrë kështu jo humoristike, po themi, që në mënyrë serioze. Aja ka kap dhe në fakt kjo është në favor të Bashës, sepse i ka dhenë mundësi që a i dalin në skenë, si përfaqe. A i Basha paka shumë ishte shumë periferik, kishte përfundu shumë periferik në gjithë ligjerimin politik, në duken, në medias paku. A i përdor të Facebookun e ti, por në media nuk është së shfaqe, nuk kishin vend për te. Nuk ishte vonë për të, pra, sepse ishte i gatshëm kundrejt çdo ftese që paraqitej. Nuk ishin si para disa vite që në llogaritë e tyre, sepse shohin si një parti e vogël, shohin sa mund të marrë, bëjnë llogari, sondazhet nuk e tregojnë akoma në një nivel për ta konsideruar. Nuk e llogarisin fare, nuk llogaritet fare nëpër sondazhe. Po mirë, po media i konsideron gjitha këto kur do të ndërtoj, si më thënë, një studio me politikanë. Por, e kapi këte që i hodhi Rama, dhe tani ka ngecë Rama mrendë, dhe nuk kuptohet kush do dali pari, se Basha nuk ka nërmend dali. Basha tani çdo ditë vret mendin se si ta vazhdoj, kjo është një po qyme dhe telenovel, telekomedi, po qyme, teleskeqa, si dush ta qyme, ku brenda ka dhe
mesazhe politike, është një mënyrë për t'ju drejtuar dhe elektoratit, dhe që të dy paketojnë mrena humorit mesazhet e tyre, bashkë si është dhe mundësia që të relativizojë edhe atë lapsusin e vetë famshëm 7x7 dhe tani e ka bërë si norm, e ka normu këtë matematikën alternative, 7x7, 313, dhe kjo është e bukur kështu nga vetë vete. Në më Basha po i thot disa të vërteta, ati dhe ai po i përgjigjet në mënyrë relative, ose po i përgjigjet që do për ato çështje. Që tisni edhe ju, më duket se ka një gjë që Rama e ka stofit vetë këtë mënyrë, më thënë drejtën. Duhet kujdes, sepse nuk e di se si do përfundoj, se Rama këtë lojë luan më mirë se kushdo. Pse, sepse është... Të mbarojmë preç se të thonë nga 5 fjalë kolegët e tjerë dhe të... Po? Unë mendoj kështu që më në fund besoj që edhe Basha e ka kuptuar që është më mirë të ndjejnë, pra që të marrësh vota duhet të ndjej votuesi se sa të kuptoj, se sa të dëgjoj dhe të kuptoj. Vitin e kaluar në një qershor u miratua programi i partisë që kishte Basha, se e kishte ende vullën si Parti Demokratike, dhe si kushtoj njëri vëmendje. Tani erdhi rasti, ja dha Rama, nuk e di e kanë të negociuar këta, po e ka të rastësishme dhe Basha e kapi, nuk di ta them. Nëse do të jetë e negociuar me Ramën, kam përshtypjen që duhet të marrim pasaj në analizë strategjin pse Rama ka dashur që ta bënte këtë skeç, këtë lloj spektakli. Është varianti më i thjeshtë të themi diversion, po ka mund të na vërtetojnë në një gjë tjetër, në raport me rezultatin e zgjedhjeve. Për shembull, le të bëjmë një hipotezë. Supozojmë se sondazhet, sondazhet deri tani nuk e nxjerrin Ramën mbi 50%. Mund të ndodhi që këtë 20% që i japin, 23% që japin, mund të japin për shembull mandate më pak se 50. Nuk jam në gjendje ta kalkuloj dhe nuk besoj se 70. Më pak se 70 doja të thoya. Po. Më pak se 50% të deputetëve. Dhe mund të duhet që mund të ngelet në vështirësi që të duhet të bëj koalicione, domethënë për të formuar qeverinë. Me këta tjerë e ka mbledhur mendjen, sepse ata janë shprehur, si e kam fjalën për partitë e vogla. Janë shprehur që koalicion ne me Ramën nuk bëjmë, nëse ato marrin mandate ose krijojnë grupe parlamentare. Të bëj një qeverisje me Sali Berishën do kompromitoj veten për vetë statusin që ka Pse jo, politika i bën ato. Jo, i bën e pranoj. Arvin Qori e i tek këtë ide për shembull, që Rama nuk i plotson dhe mund ta bëjmë me Berishën. Mund ta bëjnë bashkë. Por Ramës se intereson më mirë të ketë një si Lul Basha që ka marrë prova lojaliteti, se sa një si Sali Berisha. Se Sali Berisha do t'i duhet edhe për zgjedhje lokale atje, domethënë si ai gogoli për rallave, për t'ju dëshmuar që shikoni ky është e keqja, unë me këtë s'bëj.